në këtë shtëpi pa e denigruar, Alba nuk e ka lënë. Ata e harruan Albën. Alba që të zeki shumë edhe vujki. Shtu shirë se sa fëciki. Labi Ludo më kanë tradhtu, kanë pre bes pa mas. Jo, na që shtu përësh me këtë jamër, këtë bimët. Ludo, ku je të shko? Ludo, vlerësoje momenti që të më vlerësosh mua më shumë. E di që po të mungoj, se ngele Alba, bye. Se jam e zënë me tani. Dyshe Ludo e Hygerta, unë e kam parë dyshe skematike, romantike. Po ka për të pysha e sfidën e Marmen, s'ka për ndurë. Hygerta ka marrë shumë krah. Ate që ka me bo, ka me prish sfidën atër ka marrë të bërtit. Unë e Alba, po dhe nuk e doraj fare këto loja të rika skema. Se Hygerta ishte ajo që më fuste në ofendime që qa bëj unë me Ludon me që është mashkull i martuar, se sipas logjikës të asaj, ndërkohë që Hygerta u fut me pijame poshtë një organi me Ludon dhe qëndruan për qafe të lumtur. Prandaj ikën, se nuk e përballon dot. Domethënë tani po vetëm mbrohet. Tani po bën romanticitet me Hygertën. Po, tash, fol teje. Të dhe Hygerta pak nësha u nëzitë të teje. Për lojra i bëjnë gjërat, e di unë e shoh shumë mirë, që janë këta në gjendje me bë për lojra. A nuk po e shifni si fluturon, po fluturon në ajër. Ju alurum lovebirdsave për lojra. Sa bukur. Ka puni për qafe, sa gjë dini të bëni. S'kam po shumë përveç se Alba që të zeki shumë edhe vujki. Edhe tani tjerë të llogarisë si xhelozi, unë thjesht jam tipi që preferoj ta them të vërtetën, drejtën sy. Femër në këtë shtëpi pa e denigruar, Alba nuk e ka lënë. Ajo që unë vete feministe, po maku... Po pra, është më bravo! Shon maksimal edhe mas 20 minuta, po të në një kafe. Po, bravo! Dhe vjen një sfidë nga vllai i madh që të përqahemi në sfidë fizikisht dhe ata harrojnë ku është Alba dhe nuk vin asnjë moment pranë Albës, ndërkohë që unë jam edhe në nominim dhe gjithë loja ime kanë qenë bashkarisht edhe me ata dhe ndërkohë unë thjesht rri si pule urt aty. Bipolare. Edhe dam. Shumë. Bipolaritet tamam, sepse bipolariteti është në çështje minuta. Po, bravo! Që shoh mund që me njerë pi komplet, më ndryshu komplet ndryshe. Po bipolar, pra, ajo është bipolari. Nuk është gabim vetëm kur vepron gjëjën e gabuar, po edhe kur nuk bën gjëjën e duhur, kur nuk vepron gjëjën që duhet vepruar. Ti dëgjoj, nëse ka një person fuqi ta nxjerr nga vetja Albën, që ta jeti. Të vlerë duhet me ta dhënë. Ludon e kam zbuluar çik më shumë. Është në kuptimin që i përdor njerëzit për interesin e vet, nuk është se ka grupe e gjëra. Te Alba, unë e përshoj se limit s'ka. Se edhe s'ka limit. Këtë kohë e ka lëshu fare. Edhe unë e lëshoj me ta, po në Ka mënyrë lëshu ç'është. gojën dhe përveç kësaj, kjo që po ndodh tani ajo është bërë bish e rrahur. Albën e konfirmova që është vetëm e ban vetëm për lojtarët të zgjuar, po për lojë nuk ka inteligjencë. Se fakti që u bë keq për Ludon, ndërkohë që e dinte shumë mirë që është një lojë dhe duhet zbatuar, edhe mënyra se si shkoi grope filloi me Analizat e mia i çun budallisha, ajo vepron me analizat e mia dhe Hygertës i thash, paktën mos pështy aty ku lëpin. Ma, është e bezdisur. Ka dhe një Ty jam empati s'ka hiç. goca të... Ama unë për zotën Ndaj gocave ka një xhelozi të frikshme. Labi Ludo më kanë tradhtu, kanë pre bes pa mas. Çka të kam prej besë? Sepse preve bes për diçka që dhe besën edhe ti dhe Vull të Labi. përshem me hykin ofër, çfarë njeri ka është kjo blla? I ko qa bese besonja këtu e tregon që të si e fare inteligjente në lojë. Shtu shirë se sa fëciki. Katër të lojës. Katër të lojës, me hup njëri kontrolën. E me më thonë bes prem aty të zotit rujtë o vlavja. Nga sfida dje, unë e pashë kur ju erdi momenti që u shpërndan me tjertë, ata e harruan Albën. Dhe unë djeva komplet këshu, bam, tok. Se thash vetëm për këtyre nuk e prisja, se unë kam 3 javë që në bazë të besës që kemi dhënë njëri tjetrit, premtimit njëri tjetrit dhe benjë që kemi zënë, unë kam funksionuar në bazë të kësaj 3 javë.